Një tjetër element që ndikon patjetër në këto situata emergjencash është niveli i rezistencës së infrastrukturës mbrojtëse. Rezistenca e infrastrukturës mbrojtëse kam parasysh kanalet e kullimit, argjinaturat, hidrovoret, është rritur në mënyrë shumë domethënëse në 10 vitet e fundit. Por analiza e bërë edhe nga kjo emergjencë tregon që ka pika ku rezistenca është më e dobët. Për këtë arsye duhet të vendosim me shumë saktësi piketat për të forcuar më tej infrastrukturën mbrojtëse dhe nga ana tjetër për të adresuar të gjitha ato aspekte që kanë të bëjnë me fuqizimin e ndërveprimit mes pushtetit vendor dhe institucioneve qendrore. Një nga gjërat që e ka propozuar ministri Demo dhe që ka gjetur mbështetjen tonë është që i pushtojmë propozimi i ministrit është që me një fond të siguruar nga miqtë tanë të çmuar të Emiratëve Bashkuara për 20 milion eurosh në mbështetje të zhvillimit rural, të blejmë një sasi domethënëse mjetesh që vendosen në shërbim të ullimit, në shërbim të pastrimit të gjithë kanaleve ulluese kryesore dhe që të funksionojnë sipas nevojave të bashkive. Ne kemi një eksperiencë pozitive të krijuar me një projekt pilot të fondit të zhvillimit në qarkun e Dibrës, ku është krijuar një shoqëri e përbashkët dhe ku është vënë në funksion një flot e dedikuar për qoftë për pastrimin e kanaleve kulluese, qoftë për mirëmbajtjen e infrastrukturës rurale të rrugëve, qoftë për shtrimin e rrugëve të bardha. Ka funksionuar më së miri, kështu që tani është koha që me këtë fond ne ta rrisim kapacitetin dhe të krijojmë një logjistik që të jetë në dispozicion të bashkive sipas qarqeve. Dhe në këtë mënyrë kjo flot mund të përqendrojë më shumë forca diku kur ka një situatë emergjence dhe në këtë mënyrë bashkitë do të ndjehen shumë më të gatshme për të përballuar emergjencën, ose pastaj në ditët e punës normale do të jetë një forcë e shtuar për gjitha bashkitë sipas sasisë së kanaleve për të pastruar dhe mirëmbajtur, sipas nevojës për të adresuar edhe problemin e argjinaturave. Kështu që është ministri që do të çojë përpara këtë projekt duke bashkëpunuar ngushësisht me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe pastaj duke sigurisht bërë një shpërndarje racionale të këtyre mjeteve që në kohën normale jenë të stacionuara në të gjitha qarqet sipas nevojave dhe në kohën e emergjencave të mund të rialokohen aty ku është fronti më i vështirë.